avokat, do ta nisim me një herë dhe do shkojmë me një herë tek një, le të themi, një projekt ligj i depozituar në Kongresin Amerikan nga një, le të themi, demokrat, kongresmen demokrat, i cili në një farë mënyre pak a shumë është diçka që është elaboruar gjatë këtyre ditëve edhe në median shqiptare, ka depozituar një projekt ligj që pak a shumë reflekton edhe qasjen që do të ketë administrata, jo vetëm administrata Trump, por Shtetet e Bashkuara të Amerikës në raport me Ballkanin Perëndimor të paktën për 8 vitet e ardhshme. Normalisht, duket sikur në politikën e jashtme amerikanët ndryshojnë pak ose as pak. Sepse nëse ne gjatë gjithë kësaj periudhe kohore kemi proklamuar këtë ide, domethënë që me Trumpin do ndodhin çudia ose do ndryshojnë shumë çka, sidomos në raport me Partinë Demokratike me opozitën. Kjo nisu nga non grata që ka akoma zoti Berisha familjarisht. Dhe gjithkush po priste domethënë që non gratat binte, mos kishte më problematika, sepse ato ishin vendosur në mënyrë politike nga një administratë thelbësisht e majt me qëndrime sorosiane e historira të këtij tipi. Fakti është që amerikanët nuk kanë ndryshuar as edhe një gjë. Nuk kanë ndryshuar asnjë gjë sepse nëse do ishte kaq e thjeshtë ose kaq politike gjëja, atëherë nuk besoj domethënë që Donald Trump apo si thua administrata e re nuk do kishte gjetur 2 minuta kohë për të shfletuar dosjen e zotit Berisha dhe për ta hequr atë non grata, sepse ka ndodhur në fakt që janë hequr non grata nga administrata Trump, madje edhe Dodikut. Po. Kjo është vërtet. Që do të thotë domethënë që nga një personazh i cili e dim shumë mirë se çfarë ka roli ka luajtur në Ballkan, ju hoq dhe atje non grata, po sigurisht me një lloj klauzole të fortë, sepse Dodiku nuk është më sot pjesë le të themi e politikës në Serbi apo në Bosnjë-Hercegovinë ku ai kishte marrë le të themi pushtetin e tij. Këtë gjë ndoshta e ka bërë edhe me Shqipërinë, po ndoshta tani po amendsoj zoti Berisha nuk e ka pranuar le të themi pensionimin e tij nga politika. Dhe kjo të çon tek ideja që politika amerikane nuk ka një qasje të ndryshme nga ajo e mëparshme kur vjen puna tek Ballkani Perëndimor, sepse ka vërejtur domethënë që këtu në 30 vite korrupsioni politik, nuk po flas korrupsioni në raport me atë çfarë është akaparosur në xhepat në buxhetin e këtij shteti, por korrupsioni politik në raport me faktin domethënë që këtu është një klasë politike 30 vjeçare e cila nuk ka ndërmend të ndryshojë ose nuk ka ndërmend që të lëshojë pushtet edhe kur humbet në mënyrë thelbësore nga njëra humbje te humbja tjetër, atëherë politika amerikane ka vendosur me këtë lloj qasje që të mos ndryshojë qëndrime ndaj politikës shqiptare. Ajo çfarë un kam lexuar gjatë kësaj periudhe kohore në raport me këtë që po diskuton sonte, është që administrata Trump do ketë non grata të tjera politike, por dhe jo vetëm, pra edhe në fushën e mediave dhe në fushën e biznesit. Çka të bën të besosh që këtu amerikanët e para fare është një lajm shumë i mirë, sepse do të thotë domethënë që nuk ka humbur interesi i Shtetit të Bashkuara të Amerikës ndaj këtij vendi dhe kjo është gjë shumë e mirë për mendimin tim. E dyta është domethënë që duke parë ecurinë e politikës shqiptare, unë besoj ka të ciprisht tashmë ret që këtu vetëm po futen amerikanët mund të ndryshojë klasa politike. Është konsideruar dhe si domethënë udhërrëfyes operacional për SPAK-un kjo. Po është e vërtetë dhe kjo sepse jo më kot ata domethënë e çuan njeriu e tyre, nëse do ta konsiderojnë Klodian Brown drejtuesin e ri të SPAK-ut si një person i cili është aty me bekimin e amerikanëve, si në raport, si përpara zgjedhjes, datës zgjedhje kur në 2-3 raste ata publikon foto të takimeve të Klodian Brown si një prokuror i thjeshtë i SPAK-ut me amerikanët, por edhe një natë përpara, por edhe ditën domethënë kur dërguara e Shteteve Bashkuara të Amerikës ishte gjatë votimit për zgjedhjen e kreut të SPAK. Kështu që duket qartë azi që amerikanët kanë interesa gjeopolitik, po doni juve, por neve nuk e se na intereson shumë gjeopolitika, më shumë se sa fakti domethënë që ata
po ndërhyjë në Shqipëri dhe ta kenë shumë seriozisht, do jetë për të mirën e këtij vendi. Në Shqipërinë. Po, unë po flasim për Shqipërinë, do jetë më së pari do jetë për të mirën e qytetarëve shqiptar, sepse sot ti ke një pushtet super të korruptuar, në kuptimin e mirëfill të fjalës korruptuar, por nga ana tjetër ke zero shpresë se mund të ndryshojë diçka. Dhe kjo të duket totalisht paradoksale, sepse në një sistem të tillë, super të korruptuar, me një qeverisje super të korruptuar, ti do kishe derdhjen e gjithë qytetarëve në rrugë me protesta, sigurisht të mbështetur nga opozita, me qëllim domethënë që të rrëzojnë në qeverinë. Fakti që s'ndodh një gjë e tillë, kjo të bën të besosh se, si thon asaj fjalë, çor për çorr e kam në obor. Po që për çorr maj çorrin tim, nuk kam nevojë më marr çorrin tat. Kështu që për të ndryshuar një të keqe të madhe me një të keqe tjetër, pra për të ndryshuar Edi Ramën me një të keqe tjetër që është zoti Berisha, atëherë nuk e bër asnjë gjë. Marsit, si e shikon këtë, le të themi, ishim tek strategjia fillimisht për sigurinë kombëtare e Shtetet Bashkuara të Amerikës, po përpara se të shkojmë edhe te strategjia kemi patur në Kongres Edward Joseph dhe një nga kongresmenët e famshëm të SBA-s që kanë folur në lidhje me situatën në Shqipëri. Është folur për SPAK-un, është folur për, le të themi, bllokimin e pluralizmit politik. Tani më kemi një strategji kombëtare e Shtetet Bashkuara të Amerikës të publikuar, kemi gjithashtu aktin e autorizimit të mbrojtjes kombëtare të Shtetet Bashkuara, ndërkaq kemi dhe një projekt ligj i cili në një farë mënyre e blindon atë çka deri dje ka qenë thjesht në nivel deklaratash. Po. Pra, në një farë mënyrë kthehet në strategji të qartë edhe për Ballkanin Perëndimor. Si e vlerëson këtë qasje të administratës Trump dhe çfarë mendon se cili është objektivi kryesor? Shiko, pavarësisht përplasjeve të brendshme politike edhe agjendave të ndryshme, interesi amerikan në raport me botën është i unifikuar edhe një. Që do thotë që nuk ka dikotomi si që mundohen të paraqesin, sikur në Amerikë ekzistojnë dy forca dhe njëra nga këto forcat përfaqëson një pjesë të botës dhe forca tjetër një pjesë të botës tjetër. Jo. Madje vetë presidenti Trump, po të kujtojmë deklaratat, edhe J.D. Vance, zëvendës presidenti, kanë qenë në unison në një gjuhë ku kanë thënë që në raport me vendet dhe me palët e tjera, ne të shikojmë vetëm interesin amerikan. Që do të thotë që rëndësi ka interesi i tyre në raport me një vend siç është rasti i Shqipërisë. Si e shpjegon këtë sepse kështu duket pa ngatruar. Çfarë thotë kjo? Vemre, a pritej që institucioni SPAK-ut të goditej të shkrije ose do kishte. Kjo ka qenë narrativa para të ardhjes së Trumpit. Ditët e para, madje kur ndodhi dhe prerja e fondeve të USAID-it, u pretenduar që hapi tjetër do ishte në raport me Nuk ka më amerikanës SPAK deklaroi kryeministri. Po, nuk ka më ndërkohë që më pak se 2 javësh u rikthyen përsëri. Po, kjo është vërtet. Edhe një pjesë e financimeve të USAID vazhdoi, u ndërprer një pjesë e madhe fondeve, por USAID vazhdon të operojë sot. Nuk është organizatë e mbyllur. Normalisht që ka më kontroll eficient, nuk shpërndajnë fonde si dikur për çdo lloj iniciative, po është një organizatë Young Leaders Initiative që lexova unë te ky projekt ligji që do të Thekbi është ide. Linja për ta thënë në mënyrë të drejtë për drejtë, një, suporti ndaj reformës drejtësie dhe ndaj SPAK-ut nuk ndryshon, është po e njëjti me administratën e kaluar dhe qëndrimi për non-gratat nuk ndryshon. Për korrupsionin dhe non-gratat. Dhe për korrupsionin non-gratat. Madje pritet shpalljen e 6 non-gratave të reja në raport për flas me shtetin shqiptar, në cilët flitet që do jenë figura nga bota medias, bota biznesit dhe nga figurat politike. Konkretisht do jenë të shtrirë më shumë në botën e biznesit dhe në figurat bëhet fjalë për pronarët e mediave të mëdha, mediave kombëtare. Tani se kush do jetë, për çfarë do të jetë arsyet, unë kam dyshime që bëhet fjalë për ata pronarë mediash, pa përmendur emra, s'është thjesht përmendur emra. Jo, kur të publikohet pse jo. Po mendojnë ata që janë të përfshirë në interesat e ndërtimit, në cilësimin si investitor strategjik 2 dhe 3 njerëz të cilët kanë përfituar nga tendra dhe nga fonde publike. Mbi këtë do të jetë. Mbi këtë do të jetë, pse? Sepse sot e dikush është problemi i politikës amerikane në raport me Ballkanin. Ke precedentin e Malizi, është konsolidimi i elitave të vjetra rreth. Nuk stabilokracia nevojtë në momentin që ti ke çarje ose probleme gjeopolitike, sot ka unitet
imperiumi, Prandoria Amerikane. Unë nuk verej që të ketë, domethënë, ndikimi rus është shumë i dobët në Ballkanin. Por po thënë që po thuaj se ka rënë. Rreziku serb ke rastin e fundit që u hoqë edhe dorë nga investimi që do bëj për Trump Hotel në Serbi. Për ndërtimin e hotelit. Po. Pam vizitën, çfarë tregojnë këto? Tregojnë që politika ka natyrë sankcionuese, që do të thotë kur ne themi të bëhet kjo gjë, bëhet kjo gjë, dhe kur ne nuk duam të bëhet kjo gjë, nuk bëhet kjo gjë. Është gjuhë e drunjt. E ka thënë Herakliti këtu edhe 2500 vjet më përpara. I forti bën atë që mundet, i dobti vuan atë që duhet. E marrë dhe më pas dhe nga Thukididi në librin e parë historik që është fragment. Çfarë do thotë kjo? Do thotë Redi që unë mendoj që situata do vazhdoj, madje unë them që laku do ngushtohet dhe do shkojë deri aty sa do goditen edhe figura të forta të ekzekutivit në detyrë, pse jo edhe deri te kryeministri. Cila është arsyeja? E pra mendoj që është afiniteti politik, këtë e ke pasaj, te akti që thënë në lidhje me politikat që do ndjekin. Ata aty shprehin që do mbështesim të njëjtat linja të ideologjisë politike që janë në koherencë me tonën. Dhe po ta vëmë re, Partia Socialiste gati këto 12 vite ka pasur afinitet një me Fondacionin Shoqëria e Hapur dhe 2 me linjën e Partisë Demokratike në Amerikë. Pra ka qenë për një liberalizëm, ose më saktë për një post-liberalizëm në frymën e ndërtimit të shtetit ose në të raportit të marrëdhënieve ndërkombëtare. Ka qenë një perspektivë globaliste, nuk ka qenë një perspektivë konservatore siç e ka sot Departamenti Amerikan i Shtetit, dhe gjithashtu bëhet fjalë edhe në lidhje me linjën që mbahet në Bashkimin Evropian nga përfaqësia drejtuese. Jo më vonë se këtë javë që kaloi, ne pam që u shpallën në grada 5 drejtues të Bashkimit Evropian, që janë të rangut të dytë, nga Shtetet e Bashkuara. Dhe pikërisht për çfarë u shpallën? Pikërisht për censurën që i bëhet partive politike të djathta, të cilat cilësohen si ekstremi djathtë. Pse? Sepse legjitimojnë qëndrimin e partive centriste ose të majta. Pjesë e cilave është edhe Partia Socialiste, sepse ne nuk jemi rast i izoluar. Ne jemi pjesë e STR-s. Arber, si e shikon këtë dokument? Se duhet të thonë që është projekt ligj, nuk është miratuar dhe nuk është se do prodhoj efekte, le të themi, menjëhershme, por gjithsesi ta lexojmë në atë idenë e një mesazhi nga Washingtoni për sa i përket Ballkanit. Shiko, e pare punës duhet theksuar që është një dokument, pjesë e një strategjie që është për gjithë Ballkanin, pra nuk është vetëm për Shqipërinë. Pra kjo nuk është pjesë, nuk është një gjë eksplicite që është bërë vetëm për Shqipërinë, sepse Shqipëria ka situatë problematike etj. Pra ata e kanë bërë për gjithë Ballkanin. Madje po të merrni mendimin tim, për Shqipërinë është shumë i përgjithshëm. Nuk ka asnjë gjë të re që ndryshon nga administrata e kaluar. Do vijoj politika e sanksionave. Ka patur dhe administrata e kaluar. Ish prokuror, politikan, që janë shpallë në grada të tjerë. E ka dhe kjo administratë. Asnjë gjë e re këtu. Jo, e re është që kodifikohet, do me thënë nesër nëse administrata Trump do shpalli dikën në grada, kjo kodifikohet dhe nga Kongresi. Pra, nuk është thjesht një urdhër ekskluziv i Antony Blinken si që ishte. Të shojmë. Do të jetë le të themi kodifikuar dhe i blinduar në kuptimin e garancive. Nuk ndryshon, është vështirë për të ndryshuar. Shkojmë më tej, cyber security, siguria kibernetike. Nuk është se ka në gjë të jashtëzakonshme këtu. Shqipëria ka probleme, ka patur probleme sidomos me sulmin iranian, që ka ndodhur pak vite më parë, dhe është një kompani amerikane lidhur me një ish general të madh amerikan, të njohur, e cila e ka marrë dhe po merret me këtë çështje, pra me mbrojtjen e sigurisë kibernetike të Shqipërisë. Asgjë as këtu për mua. Shkojmë më pastaj nëse do të ndërtojmë lufta kundër korrupsionit, strategjia duhet ndryshojë etj. Edhe këtu nuk ka asnjë gjë të re. Raportet që bën të përvishme ambasada amerikane janë të njëjtat gjëra, të njëjtat rekomandime, por tashmë që vijnë nga Kongresi Amerikan, dhe mbi gjitha është një rekomandim që në thelb për mua vjen nga një demokrat, se ai kongresmeni është kongresmen demokrat ai që ka bërë. Edhe unë nuk besoj që ai ka marrë parasysh situatën me Sorosin, ka marrë parasysh këto çështje që Shqipëria ka qenë pjesa e frontit globalist, sepse është demokrat. Dhe demokratët e kanë pjesë të tyre këtë gjë. Dhe e kanë Sorosin përsëri një nga donatorët më të mëdhenj të Partisë Demokratike Amerikane. Nuk besoj që ai ka dalë kundër vijës së tij politike që të bëjë një dokument i cili është kundër një force politike që është progresiste, liberale etj. Pra në thelb unë nuk shikoj asnjë gjë të re në qasjen që kanë Shtetet Bashkuara të Amerikës ndaj Ballkanit Perëndimor.
Por e reja dhe e mira e gjithë kësaj situate, dhe duhet parë do votohet apo jo nga republikanët, sepse po të shikosh ka një dualitet në politikat që ka patur demokratët për të qenë më prezent në Ballkan, kjo është e vërtet. me politika që kanë republikanët. Dhe unë nuk e di nëse do kaloj apo jo ky projekt ligj dhe do marrë aprovimin përfundimtar. Pasi nisur nga piketat që vendosi, le të themi, ky akti Pasi- i mbrojtjes dhe, prit, kombëtare të se- Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në piketa është identik, nuk është se ndryshon. Nga akti që ka firmosur vetë presidenti i Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ka dhe Kështu që- pjesë të tjera që mos ndërhynin çështje që lidhen me zgjedhjet, mos ndërhynin elemente, mos bënin deklarata, dhe për të parë se sa vëmendje po i kushton kjo administrat Ballkanit, mjafton shikoni që janë disa vende, mos them pothuajse pjesa më e madhe e Ballkanit Perëndimor, janë pa ambasador amerikan. Dhe diskutimi është që do ta ketë ambasadorja amerikane në Greqi gjithë monopolin e rajonit, pra do kalojnë nëpërmjet Athinës, linja zyrtare e Washingtonit apo jo, se është hera e parë për ata që i ndjekin zhvillimet që ka një ambasadore amerikane në Greqi dhe që pritet në nivel ministror, nuk ka ndodhur më parë. Nuk ka ndodhur më parë. Më besoni, unë i ndjek shumë mediat greke, kam ndjekur ndërkohë, nuk ka patur asnjëherë një qasje kaq të madhe nga ekzekutivi grek në drejtim të ambasadorës amerikane. Madje ata kanë qenë dhe kritik, kanë bërë dhe protesta grekët. Protesta kundër vizitës që ka bërë Bush vite më parë. Po, kjo është e vërtetë. Pra kam qenë një qasje shumë kritike. Nëse për të rikthyer edhe një herë tek Ballkani dhe shikoj pastaj element që më duket sikur shkojnë në një lloj kontradikte dhe një lloj përplasje me tezat që mund të vinë nga administrata Trump. Për shembull, për Kosovën është pjesa më e rëndësishme për mua, nuk është për Shqipërinë pjesa më e rëndësishme, edhe pse ne na intereson Shqipëria, është për Kosovën. Sepse për Kosovën ata thonë që nuk duhet të ketë shkëmbim territori, nuk duhet të ketë ndryshim kufish, dhe është një qasje shumë e fortë dhe shumë e prerë. Tani, nëse ka patur një diskutim për shkëmbim territori në Kosovë, mes Kosovës dhe Serbisë, ajo ka qenë vetëm në administratën Trump 1. Nuk ka patur në administratat të tjera amerikane, për hitës të vërtetës. Dhe prandaj them që po të shikosh, më duket si një lloj rezolute e cila mund të krijojë një antagonizëm me qasjen që ka presidenca Trump. Megjithatë mbetet për të parë do të kaloj apo jo, do miratohet apo jo. Por është gjë mirë që amerikanët, Kongresi, demokratët përpiqen që i thonë administratës Trump se në fund ditës aty do shkoj, do pranohet apo jo, do jetë një aprovim që do vi nga lart poshtë. Kongresi dhe Senati. Pra ata i thonë që shiko, duhet të mos ikim, të jemi më shumë prezent, të jemi më të gatshëm të ndihmojmë Ballkanin Perëndimor në forcimin e institucioneve kundër korrupsionit dhe mbi gjitha me problematikat që ka influenca ruse, influenca kineze dhe mbi gjitha çështja e ndryshimit të kufive që lidhet me Serbinë. Shiko, pavarësisht këtyre gjërave, jo çdo gjë që vjen në këto kohë që vjen nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës duhet marrë sigurisht një gjë e jashtëzakonshme. Ka shumë luhatje në administratën Trump. Duhet t'i them gjëra siç janë. Jo, e jashtëzakonshme është për faktin se tjetër gjë pritej dhe shkoi në një pikë, në një prezencë. Është një projekt ligj shumë të shumë fishuar se nuk e dim, kërkohet. Jo, ai është projekt ligji. Opozita, jo po prit. Akti i autorizimit të mbrojtjes kombëtare është në piketa të qarta. Opozita i kërkon majorancës në Amerikë që të jetë më prezente në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Pra nuk është një kërkesë që vjen nga vetë administrata dhe nga vetë departamenti. Po projekt ligjin ka zgjedhur akti i autorizimit të mbrojtjes se konsideron Ballkanin në të njëjtat linja dhe piketa. Po pra, po nga ana tjetër, pra, Bashkimi Evropian si vendin ku Shqipëria apo i gjithë Ballkani Perëndimor. Po kjo është e përgjithshme, nuk është se ka munguar ndonjëherë kjo gjë. Jo, po s'ka munguar ndonjëherë. Madje Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë qenë ajo superfuqi që ka shtyrë ndonjëherë edhe Brukseli. Në një kohë ku Bashkimi Evropian që Trumpit po vën dyshim ekzistencën e Bashkimit Evropian, edhe NATO-s dhe America First në një farë mënyre ka prioritet vetëm interesin e Shtetit të Bashkuara të Amerikës, kjo
Prandaj është e jashtëzakonshme sepse i rikthen Shtetet Bashkuara të Amerikës në një strategji. Është projekt ligj. Jo, te projekt ligji ke drejt, po unë tash po i referohem aktit mbrojtjes kombëtare të Shtetit Bashkuar. Akti mbrojtjes kombëtare, por dakord, është strategji. Kjo strategjia nuk ka efekt. Dgjoj. Janë strategji. Strategjitë nuk është thënë që të kenë efekt detyrues. Unë do doja ta kishin. Strategjitë tregojnë qasjen. Unë do doja ta kishin, sepse na shërben shumë. Prania amerikanëve shumë e rëndësishme në Shqipëri. Pra këtu nuk diskutohet fare, por ka një mos qasje normale ndaj të gjithë gjës. I është refuzuar viza disa zyrtarëve të nivelit lart të Bashkimit Evropian, me kritikën, me akuzat për censur. Tani ne duhet të jemi realistë të themi gjërat siç janë. Qofse është një kontinent i cili ka një liri ekstreme për median, nuk ka censur, pothuajse fare me përjashtime të vogla në disa vende, ai është kontinenti evropian. Nuk ka demokraci më të fortë se vendet skandinave, nuk ka demokraci më të fortë se Europa perëndimore. Pra, nëse ti thua që ke censur, qartazi më pastaj mos harrojmë edhe ato deklarata që jo parazitët, është një antagonizëm shumë i fortë mes administratës Trump dhe liderëve të Bashkimit Evropian. Por për të kthyer në Shqipëri përsëri, e shikoj pozitive çfarë lloj gjëje që vjen për të rregulluar institucionet, për forcuar demokracinë në Shqipëri, por unë nuk besoj të ajo që tha Nardi për të kthyer pak, se ndoqja me shumë vëmendje që për shkak të situatës problematike, për shkak të një krize që ndodhet politika shqiptare, unë nuk shikoj një krizë për së vërtetës. Ka mos qarkullim elite, po krizë nuk është, sepse institucionet funksionojnë, ashtu siç funksionojnë. Pra krizë është nuk funksionon asnjë gjë, por ligjërisht funksionojnë gjëja. Tani kemi të bëjmë me krizë morale, kemi të bëjmë me krizë politike, krizë ligjore. Tani hajde ta ndajmë për çfarë krizë flasim. Organikisht apo jo? Avokat, se ndajmë dot. Udhërrëfyes operacional të SPAK-ut. Nëse ky projekt ligj, le të themi, kalon ato dy filtrat, siç është dhoma e Kongresit dhe Senati. Çfarë do të prodhoj nisur nga dhënat konkrete që përshfaq ky projekt ligj? Pra çfarë do të prodhoj, efektet që do të prodhoj në Shqipëri? Unë mendoj domethënë që edhe kaq sa neve kemi biseduar, pra që ajo është akoma projekt ligj, për mendimin tim ajo ka dhënë atë, si të themi, një lloj efekti mediatik, po duash ta konsiderosh. Sepse këtu na pëlqen neve apo s'na pëlqen, gdhihemi dhe ngrysemi me amerikanët në mendje. Tani, nëse do duam që të bëjmë sovranistin, hajde e bëjmë gjithë këtu dhe themi domethënë, po çfarë janë këta, që na vinë kështu që ne red sovranitetin ton moral dhe politik e kemi dorëzuar që na thënjishin. Po. Sepse në 92-shin ti e mban mend domethënë ambasadori amerikan dilte për krah Berishës në të gjitha fushatat kudo që shkonte në cep të Shqipërisë, pra për të dhënë idenë domosht që këtu ky vend duhet të ndryshojë. Ashtu si kundër ju kthyen mbrapsht në 94-ën pas referendumit që ai bëri. Pra ka pasur këto ngritje ulje të le të themi politika shqiptare. Por në asnjë rast ambasada amerikane ose politika amerikane në Shqipëri nuk ka qenë kaq diktuese për mendimin tim, pra qartazi mediatike, sepse mund të ketë qenë dhe më keq, por jo mediatikisht, që prej 2020 se këte. Shumë njerëz jurikimin e konsiderojnë domethënë si e keqja e madhe që ka ardhur në Shqipëri. Por në fund ditës jurikim përfaqësonte Amerikën oret. Na pëlqente neve apo s'na pëlqente, ajo përfaqësonte Amerikën. Dhe mua s'm ka pas pëlqyer për mënyrën se si ajo artikulohej në diksionin e saj publik. Gati më duke ka padur një agresion të strukturuar ndaj saj avokat. Dakor, ashtu është. Shumë kushte quhente guvernatore atë. Pra e ngritë edhe për te Ramës, si kryeministër, domethënë që diktonte vendime të forta. Por në fund të ditës, po të marrësh për bazë dy gjëra shumë të rëndësishme, për mendimin tim gjithmonë, që ajo tha, ju duhet të zgjidhni midis trashëgimisë dhe vijimësisë me zotin Berisha apo me Amerikën. Ne zgjodhëm, po them ne, opozita, zgjodhi të shkonte pas zotit Berisha, ja ku jemi sot. Këto janë fakte reale. Dhe ne nuk po flasim për një histori para 20 vjetësh. Edhe që nuk kujtohet fare në debatin publik, se kujtohet vetëm Bari, por nuk kujtohet fare fakti që zonja Juri Kim në atë kohë tha, a doni që t'jemi me ju siç kemi qenë në 90-ën. Po, fiks.
Domthon kjo ka qenë fjalë për fjalë, asnjë s'u morën me këtë fjalë, gjithu morën me barin për shkak se. Po pra se ishin verbuar me idenë, domethënë që neve na duhet Berisha aty sepse pa Berishën ne vdesim fare. Si puna e saj ta kanë bërë krahasimi metaforik. Po vdiqen Veroxha ku do çani prindit e mi se vdiqen Veroxha aty në Donazën neve për kusht tani. Jam iku vdiq. Avokat, nuk do të thua që është e njëjta linjë me që është nisur që prej fillimit SPAK. Po, sepse unë vërej këtë të thash edhe një herë tjetër. Po të mos ishte kjo, amerikanët nuk do kishin në qasje kaq radikale, refraktare, agresive në mbrojtje të SPAK-ut. Tani unë nuk këta ta kam thënë 1 milion herë, këta 20 prokurorët e SPAK-ut nuk janë alien o burr. Janë shqiptarë si puna jonë. Dumani në janar fillonte në Kosovë, e pash të informacion. Do fillonte në Kosovë, e lexohet një statusi i një kolegu Fitim Çekut, do ta lexoj, do ta sjell këtu pastaj, t'ju lexoj edhe konkretisht. Po avokat. Besoj që është e vërtetë se nuk ka tagër ligjor. Jo se do jetë prokuror. Këshilltar po do të jetë këshilltar, jo prokuror, jo në atë, jo në atë kuptim. Pastaj ja do ta lexoj që të jemi korrekt avokat. Po. Jo, vazhdo se unë vazhdoj. Kur më fut Dumani aty mua më nxjerr tani tek teoria, domethënë tek gjërat e tjera, domethënë sepse për të unë s'di të mbaroj, domethënë dhe bile sot kishte dalë një gjë shumë e bukur për Dumanin, po. Kishte? Që kishte lejuar për kundrejt interesave amerikane dhe europiane më së shumti, zvarritjen e procesit ndaj për fondet e IPARD-it. Me që më dzore këtu dhe pasi do rikthehem dhe një herë. Po rrim te kjo se kalojmë edhe Olafi që në 2023-shin ka çuar në SPAK dhe ka thënë duhet me patjetër të hetoni fondet e Bashkimit Evropian. Që në 2023-shin. Më kupto drejt. Në 2024, në mars të 2024, madje kam dhe me datë, duke se ka qenë 24 mars apo diçka e tillë, ka qenë një shkresë i drejtoshte direkt zoti Dumani dhe thoshte brenda vitit 2024 SPAK-u duhet të përfundojë me patjetër hetimet lidhje me ministrinë, me zonjën Frida Kripca. Shkresë nga kush avokat? Nga Olafi thash. Okej. Dhe ose në të kundërt, nëse nuk i përfundoni, atëherë do detyrohemi që të futet Eurojust në këtë histori. E qartë. Nuk ndodhi. Nuk ndodhi, dakor. Dhe tani Klodian Brau, shkresën e parë që ka firmosur ka hetimet për IPARD-in. Me kërkesë të ambasadave të huaja në Kosovë thot, në janar 2026 Artin Dumani, një nga prokurorët më suksesshëm në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, do të fillojë punë në Kosovë. Do të jetë i pavarur. Bashkëpunimi i tij do të jetë me FBI-n, shërbimet belge, holandeze dhe angleze. Mirë, okay. Jo, thjesht për informacion, po vazhdo. Rrok Dumani. Jo. Dalim kjo tregon atë që kanë thënë një pjesë e opozitës, që Dumani është në duart e Sorosit, se mori dhe titull nga Antony Blinken, titull kampioni antikorrupsionit në Departamentin e Shtetit, do thotë që nuk është e vërtetë. Pra opozita ka gënjur, sepse Dumani nuk ka qenë në shërbim të Sorosit, po ka qenë shërbim të ligjit dhe kjo po tregon koha. Sepse janë republikanët që po e përdorin tani me këtë informacion që thotë për Kosovë. Po e shikon? Avokat. Tani atë që doja të thosha interesant si këndvështrim. Sa heqim fut Dumanin mes dhe më thënë sikur ma çartoni. Po lërë se ja e kemi edhe në fol, e kemi edhe këtu në video. Po, e kemi në video, kështu që po të dalim aty ku ishim. Po pra aty ku ishim. Pra fakti që amerikanët kanë qasje të mbështetëse ndaj SPAK-ut është gjëja më e mirë e mundshme. Sepse po doja të thosha që nuk ka mundësire që këta 20 prokurorë, cili do qofshin këta, të trimërohen në thonjza me dashamirësi e thënë këtë gjë, në mënyrë kaq të madhe, ndaj kësaj klase politike e cila është fuqizuar jo thjesht politikisht, po dhe financiarisht, dhe të çonte për shembull të kërkonte siç kanë kërkuar për zonjë Belinda Balluku arrestimin, arrest shtëpia apo arrest me burg tjetër histori kjo. Por që ka shkuar deri këtë pikë. Pra do të thotë që kanë një mbështetje të jashtëzakonshme nga mbas. Dhe kjo mbështetje vjen vetëm nga Shtetet e Bashkuara, nuk vjen nga Brukseli zyrtar. Nëse formalizohet në një ligj të tillë avokat, sa thellë mund të shkojë le të themi goditja e SPAK. Se do të koordinohet dhe me non grata dhe me... Tani ka ngel vetëm dy gjëra këtu uret. Ose për shkak të çështjes së 21 janarit, zoti Berisha do t'i programohet një mas tjetër të sigurimi personal, sepse ne po flasim vetëm për Berishën e për Ramën tani, se për te këtyre çdo gjë tjetër ka marrë fund. Por ata po flitet. Ashtu. Pra ka dy gjëra, ose për shkak të çështjes së 21 janarit, të cilët është në hetim. Zoti Berisha mund të merret në një mas sigurimi personal tjetër, arrest shtëpie, sikundër ka qenë dikur, se këtë nuk e dim, ose do shkohet deri tek Rama, sepse deri te Belinda Balluku kanë shkuar ata.
ose do shkojnë direkt deri tek Rama. Pra këtu ka ngel domethënë deri këtu ka shkuar historia. Se që zotin Begaj, presidentin e kemi në tim, këtë e di gjithë Shqipëria tashmë. Për shkak të atyre reparteve ushtarake që ka firmosur bashkë dhe Olta Xhaçka, jo për pa qëllim u thirr javën e kaluar në SPAK. Pikërisht për këtë arsye është. Kështu që këtu ka ngelur çështja tani çfarë do bëj Rama dhe çfarë do bëj Berisha, ose më mirë, a do jetë ky SPAK aq rezultativ sa ta shkoj dhe të ndryshoj tërësisht sistemi politik, se këtë nëse ti prek dhe Ramën dhe Berishën, ti ke hyrë politikisht pastaj mbrapa. Pra ke vendosur ndryshimin politik në Shqipëri nëpërmjet drejtësisë. Nuk është gjë e mirë, ti themi gjë atroç, nuk është gjë e mirë, por në një vend si Shqipëria, ku ka një kakofoni të jashtëzakonshme, pse nuk është gjë e mirë avokat? Sepse nuk ndryshon sistemi politik me drejtësi. Jo, pse nuk ndryshohet? Nuk ndryshohet. Nëse ti krijon kushte që zgjedhjet jenë të lira dhe të ndershme, pse nuk ndryshohet? Po kushtet nuk i vetë drejtësia më, a janë të lira të ndershme. Autorizuam SPAK-un që të ruante votën në zgjedhjet e 11 majit. Po ne autorizuam dhe shkuan e bën një vin në ujë, këtë po them. Po nuk e siguron ajo më drejtësia, nuk siguron zgjedhjet më burr. Mund t'i certifikoj, po për t'i siguruar jo. Se të zgjedhje pa të dinë në Kosovë, mos zotëri nderuar. Ja të doli pa u gdhir të doli rezultati dhe madje dolën dhe ata dhe thanë pranojmë humbjen. Nëse. Pra ti do të mision vetë se do kishim folur. Jo, jam dakord me edhe, po meqense po e lidh dhe po them domethënë skenari ky është ai që skenari unë jam dakord. Pastrim brutal i korrupsionit dhe futje e Shqipërisë nuk na pëlqen dokumenti që neve nuk na pëlqen ose mua nuk më pëlqen ideja që drejtësia të përdoret në këtë lloj mënyre për të ndryshuar sistemi politik. Por është vërejtur që është e pamundur. Nëse janë të korruptuar avokat, po të përdor një shprehje tënde këtu në emision. Nëse janë të korruptuar do të shkojnë në burg mëret. Po të po them. Kaq më është historia, po këta po ndryshojnë, domethënë kuptimin e mirë, fill të fjalë gjithë sistemi politik po them. Sepse nuk ka mënyrë tjetër, sepse mënyra më normale do të ishte të ngrita padi, të mora në hetim, jep dorëheqjen dhe ikën. Dhe ti ndryshon në mënyrë ciklike le themi sistemi. Por në momentin kur ti e të vën në hetim, e merr të pandehur dhe nuk jep dorëheqjen, po thua do ta çon gjykatë kushtetuese, atëherë këtu s'ka qasje që do ndodh kur ndryshimi. Sipas këtij projekti ligji do kemi shpallje non grata dhe pastaj hapje të dosjeve nga SPAK-u, siç ka ndodhur aktualisht paktën me zotin Berisha që është vetëm mënyrë ret. Është vetëm mënyrë. Nuk ka mënyrë tjetër. Marsit, domethënë vazhdojmë tek e njëjta situatë për sa i përket kësaj që po diskutojmë në lidhje me nëse ky projekt ligj le të themi do të miratohet. Çfarë efektesh do të japi në Shqipëri dhe a parajmëron kjo një ndryshim edhe një ndryshim politik le të themi për Shqipërinë se kjo është ajo është qëllimi kryesor i funksionit të kësaj iniciative. I vetëm Shqipëri, po në gjithë Ballkanin. Është ndryshimi i lidershipit politik. Po ta vesh re, Ballkani sot është në krizë. Verëm Serbi. Gjithë enturazhi politik është një enturazh i cili për vetë se është konsoliduar dhe ka kapur pothuajse gjithë shtetin, nuk ka më jetë demokratike vendi. Flas raporti institucioneve, ndryshimi i elitave, fryma politike, pra domethënë shkurt fare redi ka sundim jo qeverisja. Ky është rasti i Shqipërisë. Unë mendoj që si thua mesazhi kryesor i këtyre iniciativave shkon për opozitat. Po për opozitat të cilat janë të pazhurnuara ose le të themi të paricikluara. Pse sot e ka të vështirë Partia Demokratike, pavarësisht çdo akti politik që ndërmerr, që të jetë alternativë ose të mundi Tiranën? Sepse gjithë elita e saj politike, përfshirë kryetarin, përfshirë gjithë kryesinë e saj, janë njerëz të kapur politikisht dhe janë njerëz të cilët i përkasin një enturazhi që është e njëjta klasë politike me këta që janë në pushtet. Dhe normalisht nuk krijohet fryma po nuk patë suportin amerikan. Nuk krijohet. Pak më përpara, jo me Leonardin bisedë na risolli në vëmendje vitet 92 deri 94 kur Berisha kishte marrëdhënie të mirë me amerikanët. Pse si krijohet fryma kujtonte? Vetëm nga akti politik, se i kishin ata dhe në fushat, e kishin Lasivitan, kishin edhe këtë programin për Shqipërinë madhështore. Mirë, okay. Pse su krijohet fryma? Se nuk legjitimohet, do të si të marrësh. Po të ishte sot Ramizalia e gjallë, ta merrni Partinë Socialiste të bëjnë një program ku dëgjon për libertarianin. Nuk, sepse, shiko, është ajo në politik, duhet i përshtatet roli i aktorit, roli që luan.
Që do thotë për shembull ti nuk mund të luash rolin e luftarit të madh në moment që je i shkurtër, i shëndosh, pa nuk mundosh rolin e Akilit. Kur për masat fizike të tua nuk i ke të tilla. Kështu edhe puna e opozitës. Kur ti je në radhë parë me procese, 2 ke qenë në qeverisje dhe ke qenë në qeverisje të gjatë, e cila ka shumë drejtie. Kemi rastin e Gërdecit, kemi rastin e 20 janarit edhe afera tjera pafund që nuk dua sepse sot nuk duhet të merrem. Është periudhë më e freskët që sot më. Gjithë problemi pse ka qenë dhe problemi Urikim. Problemi me Urikim është e njëjta trajektore. E njëjta trajektore është më. Problemi me Urikim ka qenë kjo që PD-a duhet të vinë pushtet, mesazhi ka qenë i qartë, duhet ndryshoj leadershipi. Tash mua bën përshtypje kjo se këta kanë edhe një paradoks logjik. Këtyre i dhimbset më shumë Berisha se sa pushteti dhe mia demokratëve. Se diku më bën përshtypje. Për shembull, unë mund mbaj më 2021-ën, 2017-ën. I mbaj mend reagimin që kishin një pjesë e madhe e figurave që ishin deputetë ose partie në raport me humbjen e zgjedhjeve. Një pjesë e tyre kolin dorëheqjen e Bashës, bënin kritika, flisnin kundër partisë, sot më thuaj disa zëra kritikësirke. Edhe ai që i ka mbledhur flokët, zoti Salani, kritikën që ka sepse nuk është pjesë e formulës politike. Madje në fillim druhet thoshte që përgjegjësi kryesor është një Sali Berisha, kryetari i Partisë Demokratike. Nuk e thoshte. E kanë pasur në studion, por nuk e thot asnjë. Tash problemi është që pse nuk e kuptojnë sinjalin që lëshon partneri kryesor, aleati kryesor i Shqipërisë në lidhje me mënyrën si mund të vish pushtetore, është kushti pa negociueshëm. Në filozofi quhet kusht asertorik, në gjykimin kantian quhet kushti pa të cilin nuk ndodh funksioni. Kushti pa të cilin edhe pa Berishën nuk ndodh funksioni. Pa 500.000 votat e zotit Berisha. Po ku i gjeti mos ti të çudit me këtë? I ka zgjedhur po. Po ti sigur i ka te xhepi me ato 500.000 vota. Po tani janë testuar në 3 zgjedhje. Po Basha që kishte 620 si bëje. Na është bër Berisha si Aladini që abune qëllimi fluturues kishte me vete. Edhe Berisha këto 500.000 vota. Do ta diskutojmë pastaj. Do ta diskutojmë pas ta kaloj të ardhmë dhe gjë se Shtetet e Bashkuara Amerikës. Sot e di kush është gërçës se paradoksi politik dhe kuptohet. Elita politike aktuale s'ka më legjitimitet. Ka rënë zëvendës kryeministrin, ka rënë ministrat kryesor, institucioneve kryesore, ka rënë ministri i infrastrukturës. Po kanë rënë, po. Ka rënë ministri i ekonomisë, ka rënë ministri i bujqësisë, me fonde i parë përmend pak më parë. Kanë rënë ministrat brendshëm për shkak të aspekteve të lidhur me krimin. Por ka rënë kryetari i partisë, kryetari i bashkisë. Është nëse ka një cilësi, është deal maker, është negociator. Rama ka çfarë negocion? Çfarë do negocion Rama? Po Rama ka çfarë negocion? Në të gjitha kuptimet, kompanitë amerikane që mund t'i hapen dyert për të ardhur në Shqipëri. Pyetën orbitale apo mund t'i pikturat? dorëzoj. Pyetën orbitale apo pikturat e Vangjush Mios? Mund t'i dorëzoj të gjithë korruptuarit që ka, siç po, edhe i ka dorëzuar deri tani. Mund ta bëj Rama. Pra, Melinda Karçana dhe Brinda Ballokun s'po i dorëzon. Melinda Karçana. Po, Melinda Karçana e peça u shpreh në podcastin flasim. Është njeriu tha që i ka dhënë vizionin digjital. Cili vizion digjital? Që futet një kompani me 10.000 euro, fiton 5 milionë euro tendre dhe s'bën asnjë dhe lloj mirëmbajtje teknologjike për faqen e Albania. Kush është vizioni teknologjik? Dakor, por nëse i dorëzon apo kur del në përgjime që Belinda Balluku i thotë Elvis Berberi që takova kryeministrin dhe më tha tako Bashkim Ulajn. Edhe i thash Bashkim Ulaj që ky koncesion është fati i politike dhe jote. Edhe më pas i thoshte drejtorit saj se kishte hallin e mesazheve në fundit arbri. Nuk ka mesazhe, ja dolën mesazhet arbër. Ku i thoshte drejt për drejt që ishte dhe i pa shpresë, edhe është i izoluar dhe është njeriu tipik që na duhet. Për një nga njerëzit më të fuqishëm se oligark, imagjino ç'bëhet me të tjerët. Se kishte hallin e fakteve, ishte fakt kjo që doli si përgjim apo nuk e di do pres gjykata. Jo, po ajo është supozuar, fakti supozuar. Do dalim këtu, po fillimisht më lejo të bëjmë koment. Është edhe pjesë e trajektorës, ka pse di jashtë trajektorës. Në rregull jemi. Jo, do shkojmë këtu tani, direkt pjesë e dytë kemi, domethënë pse s'jam dakord të hetimin e SPAK. Pse s'jam dakord me dy kolegët për pjesën që amerikanëve ju ka ardhur më të hundës dhe do vinë do ndryshojnë elitat politike. Ka ndodhur në Thënish në Itali. Jo, ta them unë, e di atë të Italisë, po pse në rastin konkret unë nuk besoj që amerikanët shqetësohen për elitat politike që kanë shumë vite. Unë mendoj që ata kanë një shqetësim tjetër, që ndoshta para të korrupsionit nga Shqipëria, kanë vajtë dhe i kanë shqetësuar ata në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, siç kanë bërë me kompani lobimi ose në rastin me Gonigal e çështje tjera. Pra ky mund të jetë një problem për ata.
po jo elitat në vetvete. Viktor Orban e dini sa vite kanë në politik? Ka qenë vitit 92-93 në Hungari. Edhe është nga të preferuarit, edhe është nga lider që konsiderohet diktator. Kujdes, në Hungari. Dhe është një nga të preferuarit e Donald Trump. Kalojmë më pas. Edhe tati. Pra kalojmë më poshtë. Ke Donald Rumsfeld, që është bërë për Ramet Pas, ka qenë sekretari amerikan i mbrojtjes Miriu, por njëkohësisht ka qenë dhe më i vjetri. Që do thotë, pasi ishte në vitet 60 sa 70 sekretari mbrojtjes, u rikthye, u qarkullua elita. Biden e disa vite ka pas politikën amerikane, gati 40 vite, që në kohën e Kennedit. Pra, që do thot Bushi parë, Bushi dytë, Jeb Bush e tjerë. Pa kjo tregon që amerikanët s'duan të shkojnë elitë politike. Amerikanët migujim i kanë elitat edhe vetë, elitat e tyre i kanë elita që nuk i se i ndryshojnë me këtë në kështu siç thuat ti në një mënyrë ose siç thot Nardi, në mënyrë agresive. Se kjo Obamën akoma në parlament? Jo. E ke George Bushin akoma në parlament? Jo, sepse ata nëse kalon nga Ibiri, nga babait e Ibirit, të duket që nuk është dinasti politike. Jo, totalisht nuk të duket e njëjta gjë. Unë e kam thënë në fundit tu, nëse vjen Argita Maltezi ka mazë kundër. Merr në punë ata që kanë qenë në punë me babain. Nuk të duket e njëjta elitë politike. Mua më them që është e njëjta. Po ky është tjetër diskutim. Unë nuk besoj që amerikanët, dhe kjo vlen për këdo, në çdo vend tjetër të botës. Ke dinastinë e Selman, ose George Bush i bie do vazhdonte të jetën linë teatrit, por kanë qenë linja komplet kundërta. Jo, ka dashur Jeb Bush ta bënte, por nuk e bëri dot, se nuk kishte dot kapacitet në kishte George Bush. Mbështesin një tjetër dinasti në Arabinë Saudite, mbështesin një njeri problematik në Izrael si Netanyahu, që shkon her pas here në gjyq. Ora ku do të dalësh ti? Do të dalësh domosdoshmë që do të ri Rama dhe Berisha këtu, vetëm këtë duhet ta bëj. Që i bie si logjizmi këtu tani. Unë po them tjetër gjë. Nëse amerikanët vinë këtu edhe kanë një plan për forcimin e luftës kundër korrupsionit, po me këtë ndryshime që thot Redi pra. Dakor, okay. Me këtë që thot Redi, nuk është se ata e kanë në vetvete që të iki elita, kjo elitë politike. Na e di ti këtë më. Po e di më se të rëdha shembuj që ata bashkëpunojnë me elita të njëjta politike në vende të ndryshme të botës. Si Hungaria me Shqipërinë. Po pse s'ka krahasim? Po fare. Po se? Po fare më fare. Po se nuk ka? Po se nuk do. Po është më keq më se këta tanë. Ja pra ta Po Orbani, po është më keq. Ore nuk e marrun. Shqipëria, Republika e Hungarisë në raport me Shqipërinë, e di? Shliape. Si më. Po kjo është Shqipëria ka pasur publik më të ulët në histori, mos e ka pasur një kaq të ulët. Po shikon raport me Hungarinë po flasin. Po hajde ta krahasojmë me tani me Hong Kongun. Po them Shqipëria krahasohet me veten. Një pyetje bëj. Tani, nëse ti mua më thua që neve se zhvillim në kombëtare i kam pak më, i kam me pasion. Pyetjet bëj unë, se s'bëhet bëj nuk të të varet. Dgjoj një herë. Netanyahu është i kryeministri ka qenë në vitet 90 migujim. Nëse i thua njerëzve, ata nuk ndryshojnë elita, ma i kanë me pjesën e korruptuar të elitave. Nëse i thua njerëzve që Hungaria dhe Shqipëria janë kok më kok në raportet të demokracisë, të ekonomisë. Është më keq Hungaria, more. Po durova më dakord. Thuaj njerëzit që dëgjojnë ata aty. Është më keq, more. Dakord. Është më keq. Po. Në Hungarinë mes të Budapestit ti e ngre një 50 kaç siç e bën këtu. Shkoj e ngre. Çfarë ka kjo me demokracinë, mo? Po. Ore sundimi i ligjit po të flas pra. Po miku im. Çfarë miku jam? Po të them domethënë ku është Budapesti, ku është Tirana? Është e shkatruar dhe burgosen, syrgjynosen ata në opozitës. Nuk po të flas për politikë. Ndërsa këtu problemi është që ato kullat, 50% janë aksionerë opozitar, miku. Unë mbaj mend që në 2011-2012 janë aksionerë 50% opozitar. Ishte Berisha që thoshte jemi kok me Gjermaninë, por nuk duam t'i kalojmë përpara se na shpytën e grisur. Nëse ti thua që demokracia ungëreze është Shqipëria, domethënë ti s'më ke vesh fare se çfarë ndodh në Maqedoni, se Hungari është larg shumë i grim. Ke shumë të drejtë. Unë mos dish gjë. Unë bathore shkoj Arbër. Dgjoj. Bathore Tiranë këtu e kam atë. Ke pas gjë që ke gabim. Po mirë, dakor. Ti e bën, po është puna jote. Pra unë po them. Ti po më thua që një vend i Bashkimit Evropian si Hungaria është më poshtë se sa ne. Është më poshtë se sa ne. Po rregull. Marrë dhe naft dhe gaz rrugë. Në rregull. Ka shkelë dhe në rregull. Je në rregull.